Kemi pa një punëtor I cili nuk ka masa të sigurisë, madje nuk ka as maskë. Unë nuk I kam këto informata nëse punëtori, nëse cili do punëtor është punëtori I Kekut apo jo. Ministre, po besoj që e keni pa një pamje që është publiku prej sindikatës së re të Kekut, ku shihet një punëtor duke dalë prej kaldajës A500. Kemi pa një punëtor I cili nuk ka masa të sigurisë, madje nuk ka as maskë, a keni kërku që me u marrë masa ndaj do kujt, për shkak të atyne pamjeve, edhe nëse e keni informacionin, a është ai punëtor I Korporatës Energjetike të Kosovës, apo I ndonjë kompanie private që është angazhu prej Kekut? Ju faleminderit shumë për pyetjet. Sa I përket pyetjes dytë, unë nuk I kam këto informata nëse punëtori, nëse cili do punëtor është punëtori I Kekut apo jo, apo edhe informata të tjera që kanë të bëjnë me procedurat ose veshjen ose pajisjet e punëtorëve në Kek, për të ju inkurajoj që të pyesni Kekun. Unë çfarë mund të them është që jam jashtëzakonisht falënderuese për krejt punën dhe angazhimin që bëhet në termocentralet e Kekut, që me krejt vjetërsinë, probleme teknike që I kanë, ato të mbeten në punë. Nga ana tjetër, siç e kam thënë edhe të premten gjatë vizitës time në Kek, duke qenë pafundësisht falënderuese dhe duke çmuar atë që bëhet, njëkohësisht gjithashtu duhet që menaxhmenti të sigurohet që për çdo rënje të bllokut që ka qenë pa planifikuar të sqarohen rrethanat dhe të bëhet e qartë nëse ka mundur të evitohet në ndonjë mënyrë dhe sepse vetëm kështu sigurohemi që ka llogaridhënie të plot të secilit në këtë proces. Për tenderin për operation. Po. Ku janë procedurat, a ka ndonjë ofertues, a është duke negociu dikush me ta edhe kur planifikohet që me ndalë prodhimi në atresh, edhe në rast se dështon tenderi, kush ka me marrë përgjegjësinë për shkak se zyra rregullatorit të energjisë vetë se ka planifikuar që me importu këtë energji e cila prodhohet prej Kosovës atresh. Po filloj prej kësaj të fundit sepse është informatë që është në parim. Unë nuk e di sakt se kur si e ka llogaritur zëreja, si e ka raportuar, planifikuar Keku në atë rast, mirë po dua ta sqaroj për publikun që në rast se importi është më I ulët se çfarë që ka qenë planifikuar, ato nuk humben. Ato reflektohen në tarifat të vitit tjetër. Pra të themi teorikisht, hipotetikisht, nëse të themi që është parapar që atreshi të mos prodhoj për një periudhë dhe të importohet, ta zëm hipotetikisht 10 milion euro, atëherë këto 10 milion euro nëse nuk shpenzohet, në fund kur bëhet prerja, kur llogariten tarifat e reja, zëreja I merr të dhënat reale nga operatorët dhe nëse nuk është bërë një shpenzim I tillë, ato prap I kthehen konsumatorëve në tarifat e vitit të ardhshëm, kështu që kjo nuk është arsye për shqetësim. Ndërsa sa I përket procedurave, unë e di që me 4 korrik është afati për mbylljen e fazës së parakualifikimit. Sa I përket numrit të ofertuesve e të tjera, siç e thash edhe më herët, nga Kek më informuan se kjo bëhet përmes e-prokurimit dhe informatat nuk duhet t'i kenë. Nëse dikush thotë që I ka, ose kjo nuk është e vërtet, ose nëse I ka atëherë është shumë shqetësuese dhe duhet me u hetu prej organeve kompetente se nga I ka marrë këto informata sepse janë të mbyllura aktualisht për publikun. Sa I përket procedurave të radhës, besoj që Keku mund të jap informata më të detajuara. Për mua çka është me rëndësi është që procesi të jetë transparent dhe I rregullt. Procesi është shtyr tashmë 2 herë nëse nuk gaboj, sepse për shkak të kompleksitetit të kësaj pune që do të kryhet, ka pasur pyetje dhe komente vazhdimisht nga kompanitë dhe për këtë arsye është shtyr në mënyrë që konkurenca të jetë maksimale. Për detaje të mëtejme mund të përgjigjet Keku.